Masa qeveritare që synojnë zbutjen e papunësisë përmes vetpunësimit dhe hapjes së bizneseve të reja janë pritur me interesim të madh nga qytetarët e Gostivarit. Vetëm gjatë ditëve të para të aplikimit, mbi 100 persona kanë paraqitur kërkesat e tyre, njofton drejtori i Agjencisë për Punësim në Gostivar, Agim Beqiri. Sipas tij, ky interesim paraqet një trekues pozitiv se Gostivari edhe këtë vit pritet të shënojë rezultate të mira në zbatimin e planit operativ për punësim. E për qytetarët që ende nuk janë informuar plotësisht rreth mundësive që ofron programi, Beqiri sqaron se të rinjt deri në moshën 29 vjeçe mund të përfitojnë deri më 10.000 euro për nisjen e biznesit të tyre, ndërsa personat mbi këtë moshë deri më 7.000 euro. Ndërkaq për ata që vendosin të themelojnë një kompani së bashku, mbështetja financiare mund të arrijë deri më 20.000 euro. Grupin parë është personat të cilët duan të hapin biznese deri në moshën 29 vjeçare, mund të aplikojnë veti diti, 2 persona konkretisht, ku mjetet të arrin një shumë deri, nëse shndrojmë në euro, deri më 20.000 euro. Edhe personat të cilët janë në moshën mbi moshën 29 vjeçare, 7.000 euro buxhet që ndahen nga Agjencioni për Punësim apo nga Ministritë e Përkatëse, nga Ministria e Ekonomisë. Edhe këtu kemi raste për shembull që mund të aplikojnë 2 persona apo 1 person veçanti. Beqiri thekson se edhe gjatë kësaj radhe përparësi do t'u jepet kategorive të caktuara të qytetarëve, ndërsa sqaron se të drejtë aplikimi kanë pothuajse të gjithë të papunët, me përjashtim të atyre që më herët kanë përfituar mjetet të pakthyeshme nga programet të ngjashme. Personat e papunë me aftësi të kufizore, përdoruesit e ndihmës së garantuar minimale mbi 29 vjeçare, personat të papunë mbi 29 vjeçare, burra deri në 60 vjeçare apo gra deri në 58 vjeçare. Gratë viktimë të dhunës në bazë gjinore dhe viktimë të dhunave me familjet mbi 29 vjeçare, personat e papunë mbi 29 vjeçare që duan të formalizojnë biznesin e tyre, burri deri në 58 vjeçare, e kështu me radhë. Ndryshe, plani operativ 2026 për tërë vendin peshon rreth 40 milion euro dhe parashih mbështetje për mbi 10.000 qytetarë përmes masave për vetpunësim, hapje të vendeve të reja të punës, trajnime, praktik profesionale, mbështetje për të rinjt, personat me aftësi të kufizuara dhe kategoritë të tjera që kanë nevojë për përkrahje.